Konferenca 1% e Armend Mujës, kokakun edhe me Erlindin, me ekspertin e propagandës. Sot nuk po folim vetëm për thashëthemet në Facebook. Po flasim për një ish deputet në fakt të pozitës për Armend Mujën, që dolin këtë konferencë për të na bindur se importi nga Serbia është me pak se 1%. Dhe se me 28 nëntor, ditën kombëtare të popullit tonë, Kosova pas ka qenë e pastër pashciloti. Armend Muja thot importi nga Serbia në vitin 2025 është me pak se 1%. Unë me ndëgjum. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Kjo letër t'i vjen bukur. Edhe në konferencë, Armend Muja duket heroik. Edhe ashtu nga Mitrovica. Por le ta pyesim thjesht. Përveç kësaj tabelës që provon me sill me orvat, a ka diçka tjetër? A ka të shifra muj për muj? Sa energji është importuar? Ose edhe ditë për ditë nëse ta. Edhe javë për javë, ka cili shtet është importuar? Dhe përmes cilit furnizuar mbi qetha. Kjo është e rëndësishme.